Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që për zgjedhjet e 7 qershorit 2026 të vazhdojë bashkëpunimin me kompaninë slovene Cetis, e njëjta kompani që në zgjedhjet e fundit ishte përfshirë në një skandal lidhur me gabimet në materialet zgjedhore dhe që prej vitesh po fitonte kontrata për shtypjen e fletvotimeve në Kosovë. Ashtu si në rastet të mëhershme, edhe kësaj radhe, KQZ-ja ka përdorur procedurën e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, ndërsa në proces figuron vetëm një operator ekonomik. Fillimisht oferta Cetisit kishte arritur vlerën e 418.000 eurove, por pas negocimit me KQZ-n, kompania ka ofruar një zbritje, duke bërë që çmimi final të jetë 342.000 euro. Megjithatë, edhe pas kësaj ulje, oferta rezulton dukshëm më e lartë krahasuar me zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale në Kosovë. Për krahasim në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, kontrata për shtypjen e materialeve zgjedhore kishte kushtuar 279.000 euro, ndërsa për zgjedhjet e 28 dhjetorit të 2025, që ishin po ashtu të jashtëzakonshme, KQZ-ja kishte paguar rreth 275.000 euro, apo saktësisht 4.000 euro më pak se në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kjo nënkupton se kontrata e re për zgjedhjet e 7 qershorit është rreth 63.000 euro më e shtrenjtë sa ato të 9 shkurtit dhe mbi 66.000 euro më e lartë se kontrata dhjetorit. Ajo që ngriti dyshimet është fakti se bëhet fjalë për të njëjtën kompani, pothuajse të njëjtën produkt zgjedhor dhe të njëjtën procedurë të negociuar, ndërsa çmimi total ka shënuar rritje të konsiderueshme. Në dosjen e të nderit të vitit 2026, objekti i kontratës mbetet sërish fletvotimi, broshurat e kandidatëve dhe listat e votuesve. Elementet të ngjashme me kontratat e mëhershme të KQZ-s me Cetisin, KQZ-ja nuk ka publikuar një krahasim të detajuar që do të sqaronte se në cilat pozicione konkrete ka ardhur rritja e kostos. Megjithatë, ajo që e bën edhe më të pazakontë këtë procedurë është mënyra se si ka rrjedhur procesi brenda vetëm një dite. Dokumentet zyrtare tregojnë se me 12 maj të 2026-s, KQZ-ja kishte anuluar aktivitetin e prokurimit, duke deklaruar se nuk ka pasur asnjë ofertë, përkatësisht se numri i ofertave për tender të pranuar ishte 0. Vetëm një ditë më pas, me 13 maj, në sistem është publikuar njoftimi për anulim, ndërsa me 14 maj të 2026-s, KQZ-ja ka njoftuar si kishte arritur marrëveshje me kompaninë Cetis, duke shpallur fitues të kontratës për shtypjen e materialeve zgjedhore. Të dy iniciativat kanë qenë me negocim. Kjo kronologji ngre dyshime lidhur me mënyrën se si, pas një procedure të anuluar për mungesë ofertash, brenda një periudhe kaq të shkurtër kohore, është arritur marrëveshja me të njëjtin operator ekonomik. Veçanërisht kur bëhet fjalë për një procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit dhe për një kompani që prej disa proceseve zgjedhore po kontraktohet vazhdimisht nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Iniciativa për Progres IMPO është një organizatë që merret me monitorimin e prokurimit publik. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate, Albulena Nrecaj, thotë se organizata ka identifikuar paqartësi në tenderin për shtypjen e fletvotimeve. Sipas saj, tenderi i parë në vlerë prej 284.000 eurosh ishte anuluar pasi nuk ishte pranuar asnjë ofertë, ndërsa vetëm pak ditë më vonë ishte iniciuar një procedurë e re për të njëjtin shërbim. Ndonë se ne nuk kemi konfirmim zyrtar nëse është ftu Cetisi që të dorëzoj ofertë, ne kemi parë që në tenderin e parë në vlerë të parashikuar prej 284.000 eurove është anulu për shkak se nuk është pranuar asnjë ofertë. Pastaj, pas anulimit të këtij tenderi, ne kemi pa dikun brenda 3-4 dite është publikuar një tender tjetër apo një njoftim për dhënje të kontratës për një aktivitet të ri të prokurimet, që e ka të njëjtin përshkrim, domethënë për shtypjen e fletvotimeve. Nrecaj ngre dyshime edhe për mënyrën se si është paraqitur vlera e kontratës në dokumentacionin zyrtar. Sipas saj, në njoftimin për dhënje të kontratës, figuron se oferta e pranuar ka qenë 418.000 euro, shumë që të kalon ndjeshëm vlerën e parashikuar të kontratës prej 284.000 eurosh. Në dokumentin për dhënie të kontratës figuron që oferta e cila është pranuar mban vlerën dikon rreth 418.000 euro,
që nënkupton që tenderi është dhënë me vlerën 418.000 euro, ndonë se prap vlera e parashikuar e kontratës është 284.000 euro, dhe kjo në ligjin do me thënë direktivat e ligjit për prokurimin publik është e papranueshme dhe ky tender është dashur të anulohet, sepse pranimi i ofertave më të shtrejta se vlera e parashikuar e kontratës me automatizëm e anulon aktivitetin e prokurimit dhe sidomos në këtë diskrepancë kaq të madhe, sepse kemi pasur një planifikim të kontratës në vlerë prej 284.000 euro, ndërkaq që në dokumentin e dhënies së kontratës shënon 418.000. Dhe po ashtu është për habi që më poshtë dokumentit është të njëjti dokument është një seksion ku ofrohen, domethënë autoritetet kontraktuese kanë të drejtë të japin informacione shtesë lidhur me atë tender apo me rezultatet e atij tenderi, dhe aty figuron dikun se 312.000 euro është dhënë kontrata, me qenë se KQZ ka negocuar dhe ka arritur që ta zbres këtë kontratë. Për të sqaruar rrethanat e kësaj kontrate dhe dallimet në çmimin krahasuar me zgjedhjet e kaluara, Kiks Kosova ka dërguar pyetje edhe te kompania slovene Cetis. Në pyetjet adresuar është kërkuar të sqarohet nëse ka pasur kontakte me KQZ-n para anulimit të tenderit të parë, cilat kanë qenë arsyet e rritjes së çmimit krahasuar me kontratat e mëhershme. Por deri në momentin e transmetimit të këtij emisioni, Cetis nuk ka kthyer përgjigje.